Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodheni. Të dashur shqiptar, këto ditë në Tiranin zjen nga udhëtimet me parat tuaja, me gjakun tuaj, ashtu si që udhëton Saliu, udhëton edhe Edi Rama, me avion privat. Pra, Edi Rama sa erdi nga Izraeli, desh shtrim politik po se pranuan, po ashtu dhe Berisha e pat vetë që turprovi gjithë shqiptarët ku do që ndodhen në përbot, sepse ja pren me njerë bisedën, Berishës vetëm vazhdoj 1 minutë e 15 sekonda. Në Bruxelles, të dashur bashkëdhetar shqiptar, me këta njerës keni bërë për 35 vjetë, po erdi koha e këtyre. Pra, do shini Edi Ramën, e thash më përpara, ka vajtur, dikur kanë qenë fermat e Lushnjës, Gjaz, Pluk, Qerm, Grabihan, Savër. Pra, dëgjojeni vetë se çfarë kryeministri kini i bërtet shqiptarit dhe thot, ullu atje që e di unë, nuk të pyes ty. Ju e shini dhe vetë të dashur bashkëdhetar, janë mbledhur fermerët, po ata janë bujq, nuk janë fermerë, për arsye se fermerët do të thotë të ketë të paktën shumë dylym tokë, edhe shumë bakti. Se do ti që të flasësh, se do ti, jo, edhe e tjetër, jemi këtu ullu, jemi këtu për ullu, sepse ka rap dhe ka... Oke, s'ka gjë, prije, vetëm leri. Pra, të dashur shqiptar, Amerika ka paguar spaku në biron kombëtare. Arestimet duhet të përfundojnë shumë shpejt, por ne kemi problem me 5 gjyqtar, do me thënë këta gjyqtar të kushtetutës do të shihni edhe vetë që kemi nxjerrë përpara, po e nxjerr edhe sot, shkaktar. E pra ju gjyqtar të kushtetutës, këtë kryeministri që u ka zgjedh që i thot pusho, i thot shqiptarit. Jam unë këtu e si një ju. Pusho i thot sepse fshatari i thjesht, i tha të vërtetën, që ju nuk na lini të mbjellëm as drith, as perime, as fruta, as blektori, për arsye se ju i sillni nga jashtë. I bërtiti, në atë mënyrë, pra me këtë kryeministër të dashur shqiptar, dhe me këta shqipfolës që i shini vetë, do me thënë gjykata e kushtetute, dhe me këta 2 persona, me Peleshin dhe atë tjetrin, që e ka ndaluar arestimin e Ballukut. Arestimi i Ballukut, dashur shqiptar, do bëhet. Jo vetëm i Ballukut, jo vetëm i Berishës, jo vetëm i Edi Ramës, po do arrestojnë qindra e qindra që u kanë coptuar, dhe unë po flasë sot në emër të kryeministrit të qeverisë teknike. E njëre paralemëroj Berishën, me shëgo dreqe në sy, unë të njoh fare mirë, jo vetëm që në 10 ku ka merë 23 nëntor, që Ramizi na i dha partit, po të njoh dhe me 78 veprime tende që benje në pre-Evropë. Pra Berisha po e ze emri në gojë, thua shpresa e kombit, po bëjnë qeveri teknike, e ke fjalën për vetën tende. Berish, e njëherë mos e zerë emri në gojë, e qeverisë teknike, edhe mos e zerë në gojë, shpresën e kombit i emine dhe askush tjetër. Të dashur shqiptar, ne e kemi krijuar qeverin teknike. Ne të dashur shqiptar jemi të vetmi parti, na dushet avimi me emri parti, shpresa e kombit, ju e shini dhe vetë, e kemi bërë më 2001, po dikush mund të thot, po pse s'dual 2001, sepse programi ishte bërë që ata duhet ishin për 32 vjetë, e ze që në kone Berishës dhe këte. Për dashur shqiptar, programi i partis i shpresës, por që shpresa e kombit, se është nevojë të themi parti, ka 51 pikë.
Pike parë është bashkimi i Shqipërisë me kufin natyror. Kjo harta. Dhe kur e kemi bërë, të dashur bashkëdhetar shqiptar, gjykata kur e pa hartën kishte frikë, sepse e hiqin nga puna. Në atë kohë, kryeministri ka qenë Ilir Meta. I bëm telefon Ilir Metës, i tha për çfarë arsye po e ndalon, sepse ne e bëm në faqen e parë është harta me kufin natyror, Kosovë, Maqedoni, Malizi. Ju e shikoni dhe vetë. Pra, mbrapa është flamuri kuqezi, ky flamur i Shqipërisë, që është kuq nga gjaku i kombit shqiptar që kanë luftuar me shekull dhe me shekull. Kurse Shqiponja është e zezë, është nxirr, sidomos 82 vjet të dashur shqiptar, me shqip folsit që po vrasën shqiptarët, po i lem pa bukë, u bërtasën shqiptarëve e pa dhe vetë kryeministrin Edi Rama një harrakant, një rrugaç, ngrihet fshatari i shkret dhe thot që yve nuk na lini, e dëgjuat vetë. Pra këta dashur shqiptar, u kam thënë, u kanë hypur me qafë. Pra ngreuni dashur shqiptar, jo të luftoni, po t'i thoni botës se shqiptarët janë gati. Ne do t'u lajmërojmë shumë shpejt, nga shkurti, ne do bëjmë programin për të dalë paqësor, të mbushet Shqipëria dhe Tirana më çdo vend që këta plira të largojnë një herë mirë. Programi tonë të dashur shqiptar ka për zgjedhje, të bëjë zgjedhje direkt nga populli shqiptar, nga shqiptar. Për shembull e zem, do t'jenë 80 deputet. Deputetët do t'jenë nga i qytet, nga i lagje, nga i fshat. Jo si në kohën e bolshevikëve për 46 vjet dhe në kohën e mizave të kalit, të këtyre që janë shqipforësve për 35 vjet, e marrën nga Shkodra e shpje Korç, nga Korça e shpje Tepelen, do me thënë, ase një njeri e emrojnë, jo të zgjedhë. Pra do zgjidhet dashur shqiptar, për shembull do jenë 80 deputet, fjej do ketë 2 deputet. Ata deputet do t'i zgjidhni ju, nuk ka nevojë me për parti, kush ka dëshirë ka drejt dali të bëhet deputet. Por dosja e tij do t'jetë personale, jo familjare. Kush është ai, çfarë shkollë ka, sepse për shembull mund të dalën ta zem përsëri në Fier, në rrethin e Fier, mund dalën 10, po 2 do jenë. Kush tjetë më mirë. Por nëse ai deputeti do thotë që unë do bëj këtë, do rrugët, do u dis mirë, do t'jap pensionin të rregull, nëse ai brenda një muaj, 2 muaj nuk e bën atë punë, ai qytet ka drejt të heqja deputet të bëjë zgjedhje të reja për atë zonë. Pra dashur shqiptar, do jenë 80 deputet, 41 senator. Senatorët duhet të jenë jurist e duhet të jenë ekonomist për të bërë ligjin. Ligji ne e kemi printuar gati, ligji është Kushtetuta e Amerikës. Ligji është një për të gjithë. Je punëtori thjesht, je president, gabove, vodhe $100, shkon para gjykit. Pra, dashur shqiptar, në program është përfet. Çdo fe, shqiptarët kanë patur gjithmonë 3 fe, musliman, katolik, krishter e ortodoks e njëjti është. Çdo fe mund t'i lutet Zoti në kish o në xhami, po jo t'i lutet shetanit, jo t'i lutet të tjerëve. Ne nuk jemi musliman, turk, as arab, ne jemi shqiptar. Ne nuk jemi katolik, italian, po jemi shqiptar. E duhet dini jetë dashur shqiptar. Katolizmi që është bërë, sidomos, Vatikani për herë të parë, 3 popët e parë kanë qenë shqiptar. Pra, krishterët, jo të bëjnë davan e krishterëve të Greqisë, apo të Serbisë, po të bëjnë të Shqipërisë. Sidomos, hoxhallarët duhet të jenë të veshur, tamam si që kanë qenë dikur, të pastër dhe të bëjnë shërbim popullit shqiptarëve. Pra, flamuri shqiptar do të jetë në kish on xhami, jashtë asaj do të qëndrojë gjithmonë, do ngrihet në mëngjes, do ulet më darkë. Kjo do të jetë rregulli disiplinë. Pra, kjo do të jetë feja. Fetarët do paguajnë nga shteti, inshuranca dhe pensioni. Të dashur shqiptar,
51 pika ka shumë këtu. Dhe ne po e sqarojmë popullin shqiptar, sidomos në kufin e Shqipërisë, do t'jetë Shqipëria me kufi natyror, atë që na ka krijuar Zoti. Se dikush thot Shqipëri e madhe, është një propagandë dhe me këtë abim të madhe, jo. Vendi jonë dashur shqiptar është deri në bart të Italisë, që është e vërteta. Por ne të marrëm vendet që na i kanë marrë kohët e fundit. Malizi i shtoni, Maqedonia i shtoni Aleksandrit dhe shqiptarët e Kosovës, e Antonit, është vendi jonë. Kjo është qëllimi që ne me të 3 shtetet, që janë sot i ka bërë 3 shtete, qëllimisht kanë coptuar shqiptarët, të 3 shtetet do bëjnë qeveri teknike, si ne. Ashtu është dhe në Kosovë, që akoma Kosova ka një vit e gjysmë dhe nuk ka zgjedhur realitetin. Sepse dohet qeveri teknike me këto parti që kanë qenë për 35 vjet, si në Kosovë, si në Maldëzi, si në Maqedoni, këto kanë përfunduar një ere mirë, sepse i kanë vjedhur shqiptarët, i kanë mashtruar shqiptarët, i kanë vrarë shqiptarët, i kanë përzën shqiptarët për të detit, që është qëllimisht politikisht, që është gjua e serbit dhe grekut që të iken shqiptarët dhe të largojnë nga kufit e nga toka e tyre e strëgjyshve dhe të vinë sërbët e si kohën e fundit që është përhapur këtu se do vinë nga Izraeli, të dashur shqiptarë. Shqipëria pranon turista, Shqipëria pranon ata pasunikët vërtet të vinë, të ngeren hotele, çfarë të kenë dëshirë për 10 vjet, mbasi e mbarojnë 10 vjet, atë që kanë ngritur i takon shteti shqiptar dhe shteti shqiptar i jep shqiptarëve. Mund të ngrej një diçka tjetër. Pra këtu do vinë kompanitë e mëdha, do bëjnë hekurudhën, do bëjnë travajnë, do jetë Shqipëria si Zvicra që quhet tani, po do t'ja kaloj dhe Zvicrës. Për arsye, sepse Shqipëria, të dashur shqiptar, ua kam thënë gjithmonë do e në shtetës Amerikanë. Do jetë e 51 shteti. Por në Shqipëri do t'jetë gjua shqipe, çdo gjë do jetë paraja shqipe, pa marrësi se dojen ushtar amerikan për gjithmonë, por nuk janë ushtar të rinj të dashur shqiptar, dojen profesionista, dojen oficera, do kenë 1 fëmijë ose 2 fëmijë, do hanë në Shqipëri, do paguajnë shqiptarët, ashtu si që paguajnë $2 bilion Izraelin që nga viti 1948 e deri më sot sa flasëm ne, po ka një vit që nuk paguajnë. Pra, paguajnë $2 bilion, a herë do paguajnë Shqipëria, sepse Amerika të dashur shqiptar e do Shqipërinë dhe shqiptarët e duan Amerikë, sepse ka histori. Cila është historie? Se sheku i më parë, 300 e ca vjetë më parë, dashur shqiptar, nga shqiptarët është financuar Amerika. Kanë arritur sa dhe babën e presidentit të generalit George Washington është martuar me shqiptare. Pra shqiptarët kanë dhe në fonde, kanë dhe në Flori, që është bërë Amerika sot në atë. Dhe shqiptarët e kanë derën hapur, është firmosur nga George Washingtoni, nga presidente tjerë dhe presidenti fundit, George Bush, nga i vjetri plaku. është firmosur, shqiptarët e kanë derë hapur, pa marrësi se është hapur propaganda që nuk lejon të dashur shqiptarë. Amerika ka një ligj, ka një kushtetut. Nuk ka rëndësi kush është president, kush vjen e kush shkon. Rëndësi ka se Shqipëria e ka derën të hapur në Amerikë. Për këtë arsye, ne do bëjmë një Amerikë të vogël në zemër të Evropës tonë. Shqiptarët e kanë krijuar Evropën. Prandaj kjo neve bimthirrje që ambasadorët që do të jenë të rinj, intelektual që do dinë 3-4 gjuhë se shqiptarët janë të aftë, që t'i thonë botës, t'i thonë asaj Francës, që o Francë, Napoleoni ishte toni, dhe nuk është me që yjet në minë në përkem, por ne jemi shqiptarë. Pra, shqiptarët të pastrojnë emrin e tyre nga këta maraushgat, nga këta mizat e kalit që na po na turprojnë, sidomos para 2 ditëve, Berisha na ka ullur autoritetin jashtëzakonisht, sa gjithë gazetat kanë shkruar të Evropës, i andaluan dhe bilem kjo
do parashikohet e do kontrollohet, ne dim shumë gjëra, sepse disa deputet të grekëve, të Greqisë, që janë në Parlamentin e Evropës, muar pages nga Berisha, që e futën kontraband në parlament që foli. A i s'kishe drejt të fliste, absolutisht. Kjo ishte arsye që kur e pa ajo kryetarja, janë ndalovi me një se ajo dide i do fliste një deputet e Shqipërisë, Albana si e quajnë atë, që ishte afër Berishës. Kur foli Berisha dhe filloi të shante kombin shqiptar, ajo ja previ. Pra, e shini edhe vetë fotografin me ambasadorin, me mirëthash, me grekun, deputetin e grekve, ne e dim sa para ka paguar, pra na ullë autoritetin. Berisha Minjan e Dirama në kraun tjetër. Pra të dashur shqiptar, programi Partisë Shpresa Demokrate, si që thash, ka 51 pika. Ka shumë gjëra. Ka për bujësin. Do ndihmoj bujësin me makineri moderne të kohës të sotshme. Blektorin, do t'u japi në blektori sa bakti kërkon. Sa më shumë dyqanet që do t'jenë në Shqipëri, në të gjithë kombin e Shqipërisë, nuk kanë nevojë të vend të marrë le në qytet dashur shqiptar. Kanë të drejtë vetëm të marrë vendin me qira, nga i zoti, nga shqiptari, dhe të hapër. Do vi në kontrol vetëm kompania elektrikut, do me thënë të mos djegi dyqanin tjetër, asgjë tjetër. Nuk da paguajnë dyqanet e vegjël, qofse ata nuk bëjnë bi $50,000 të pastra. Pra, do tjetë 6%, çdo gjë që do blenë në Shqipëri, do tjetë 6% taksi i shtetit, asgjë tjetër. Dhe në fund të vitit, ata që kanë bërë miliona $, por nuk bëjnë dot, sepse deri tani milionerët bëjnë brenda natës, janë mashtrime të dashur shqiptar. Kompanit, ekonomisin që kemi ne, është një nga ekonomistët më të mirë të Evropës dhe të Ballkanit. Pra ju e pat dije, par dije si foli, pra e pat të mirë ekonomistin që do tjetë në Shqipëri. Ne do kemi njerëzit më të zgjedhur, njerëzit janë më të edukuar, që kanë vërtet diplomat originale. Pra të dashur shqiptar, programi si shtash, ka shumë gjëra, pasurit të dashur bashkëdhetar, që deri më sot e quajnë ish pronari, jo, është pronari. Pronari do marri pasurit që ka. Të dashur shqiptar, ka shumë pasuri këtu, që janë bërë këto për 35 vjetë, hotele, vila, këto do t'i marrën shqiptarët gratis, sepse do konfiskojnë nga këta mizat e kalit që e coptuan Shqipërinë. Pra të dashur bashkëdhetar shqiptar, erdhi koha e juaj, e ani sa më parë, arestimet do përfundojnë, urgjent nga Spaku, Balluku do arestohet këto ditë dashur bashkëdhetar shqiptar, Esaliu do arestohen shumë njerëz që të shpëtoni një herë mirë nga mizat e kalit, rini të qetë, mos dëgjoni me se shtonë për televizor, sepse janë bërë avukat, jurist, që u mashtojnë ju për 35 vjetë. Rrëf Shqipëria jonë, me këtë flamur të kryqëzuar, flamur amerikan dhe shqiptar. Shqipëria do bëhet me kufi natyror, Amerika është me ju, të dashur shqiptar, me 97% të shqiptarve. Natën e mirë dhe mirë u pafshim ditën e hen. Por, mundet edhe unë, nesër të japë nga residenta ime, do të japë përsëri lajmet të freskëra që ju doni dhe kërkoni. Natë e mirë të dashur shqiptar.